Nga ca herë ne duhet të mësojmë të flasim dhe jo politikisht, por duhet mendojmë në anën sociale të këtij qytetit. Kjo shoqëri që bëhet është pozitive, kur të gjithë gjërat mbështetëse janë pozitive. Unë duhet ta filloj me 2-3 gjëra që edhe këtë shoqëri ta ndihmojmë mos bëhet kaos. Po shoqëria e parkimeve pra, shaja e parkimeve, kuptojmë, se kam qendrë fizike. Tani, në radhë parë, ne kemi një sistem urban të degraduar, që duke rritur eficiencën, ne ndihmojmë edhe këtë shah. E dyta, shumicat e rrugëve në përlagje, ne i kemi, kemi rreth 2 vjet që themi të bëhet një rrugë hyrje, një rrugë dalje. Kjo krijon kaos. E treta, drejtoria e ka menduar që shumica e pallateve është në anës rrugës, që këto rrugë të bëhen me pagesë parkimet. Unë të marrë vetëm për shembull tek Veletin Kollozi. Pallati aty është në anës rrugës ku ka parkimet brendshme. Ata banorët ku duhet të parkojnë. E treta, rritja e administratorëve të pallateve ose të rajoneve. Ju ka sjell juve informacion sa banor duhet të marrin kartelën e tyre të rezidentit. Këtë e keni për, se janë shumë pallate tona, janë anës rrugës. Do të thënë, administratorët që ne kemi caktuar, ata janë ndihmësit tuaj, ata ju sjellin sa banor janë dhe sa kartela ju tuajnë. Këtë e keni menduar. Kështu që duke rritur edhe cilësinë e rrugëve që janë të pashtruara për momentin, mendoni vetëm ato rrugë që janë kryesore, që janë të sistemuara, dhe pjesën tjetër unë mendoj duke u sistemuar dhe duke kaluar lista e rezidentëve, do ju lexoj dhe juve që mos e bëhet që Tirdi e tha dhe qik me forcë mos bëhet kaos. Të gjitha lagjet janë kaotike, si në lëvizje, ashtu dhe në vend qëndrim. Kështu që të merret parasysh dhe do ju lexoj dhe juve punën, që e mira e kësaj shaje mos kthehet në negative, siç u kthye disa vite më përpara. Faleminderit.